Inteligjenca artificiale tashmë është bërë pjesë e pandashme e jetës tonë. Pasi duam apo nuk duam, ne kemi filluar të jetojmë edhe virtualisht. Të shumta janë lehtësirat që kjo inteligjencë na jep në jetën tonë, por dilema e madhe është si duhet ta menaxhojmë këtë zhvillim që vetë ne kemi krijuar. Sot do të ndalemi tek një ndër problematikat që kjo inteligjencë sjell. 2 ditë më parë, organizata mbikëqyrëse amerikane, Komisioni Federal i Tregtisë, ka nisur një hetim mbi rreziqet që chatbotet me inteligjencë artificiale paraqesin për të miturit. Në qendër të këtij hetimi janë disa kompani të mëdha teknologjike. Disa ngjarje tragjike kanë ndodhur tashmë në lidhje me inteligjencën artificiale. Një nga rastet më të fundit ka të bëjë me një vetvrasje të një adoleshenti, cili nxori në pa se përdorimi i papërshtatshëm i këtyre teknologjive mund të ketë pasoja të rënda. Komisioni Federal i Tregtisë është veçanërisht i shqetësuar për chatbotet që veprojnë si shok virtual, duke komunikuar me përdoruesit si miq apo persona të besuar. Kjo sipas agjencisë mund të bëjë që disa përdorues, veçanërisht fëmijë dhe adoleshentë, të krijojnë një lidhje emocionale me chatbotet. Hetimi dëshiron të kuptojë më shumë rreth mënyrës se si këto kompani monetizojnë ndërveprimet me inteligjencën artificiale dhe zhvillojnë personalitetet e chatboteve të tyre. Agjencia e lajmeve Reuters ka zbuluar se kompania më me Facebook kishte lejuar chatbotet të zhvillonin biseda romantike apo sensuale me një fëmijë. Meta më vonë ka deklaruar se kishte hequr udhëzimet që lejonin flirtimin me të miturit. Për kujdes, rreth një vit më parë, një grua në Florida patiti kompaninë Character.al pas vetvrasjes së djalit të saj 14 vjeçar. Ajo e akuzoi chatbotin për lejimin e përkeqësimit të shëndetit mendor të djalit të saj, pas shumë muajsh biseda, pa i sugjeruar një ndihmë psikologjike. Chatbotet kanë filluar të përdoren edhe në vendin tonë. Shumë prindër i njohin e shumë të tjerë jo. Ndaj sot do të diskutojmë rreth impaktit që ato kanë tek fëmijët. Kjo është çështja që ngrem sot në hapësirën e Reze Dielli për të folur për të disatën herë në fakt për atë çka ne duhet si prindër në radhë të parë të ngrem si problematik me sociolog, me psikolog, me ekspert IT-s, se si po e përdorin fëmijët tanë inteligjencën artificiale. A janë këta miq virtual të rrezikshëm, një ndihmë apo si duhet të menaxhohet? Ndoqëm një insert të përgatitur nga gazetarja jonë për të treguar se çfarë po ndodh me ata në kontinentit tonë, por shumë afër ka shumë raste të lojrave, challenge të ndryshme që të rinj të zhvillojnë në rrjetet sociale, që kanë lënë një pak pasoja në zhvillimin e tyre mendor apo në problemet e tyre fizike, sepse janë lojra të tilla që luhen në internet, por chatbotet janë tjetër gjë. A jemi të rrezikuar, të kërcënuar nga chatbotet për fëmijët tanë? Le të diskutojmë me Tomi Kallanxhi, si gjithmonë prezent për tema të tilla sensitive që lidhen me teknologjinë. Mirë se erdhët, kënaqësi që jeni këtu. Gjithashtu me Eduard Tafaj, që është psikolog klinik. Mirë se erdhët. Mirë. Me ju të dy do të diskutojmë si të mirat, ashtu dhe këto anët dhe efektet negative në shëndetin mendor të fëmijëve tanë. Por fillimisht do doja të ndaja me Tomin për ta shpjeguar më thjesht çfarë janë chatbotet. Tani, si në rastin konkret që o përmend, Character AI është një chat që merr sjelljen e një personazhi të një të mitologjisë që ti je fan, duke qenë që edhe të fëmijët rriten shumë edhe me lojrat online. Ai mund t'i thotë që sillu si personazhi im i preferuar i lojës X, si personazhi kryesor i një anime, i një personazhi kryesor të mesjetës. Dhe ai personazhi sillet në mënyrë të tillë, mund të jetë vajzë, i thotë sillu si vajzë, nëse është djalë, si në rastin konkret që ju përmendet edhe në kronik, ai kishte filluar të krijonte një efekt emocional, një lidhje të fortë, duke folur çdo ditë me atë, duke ndarë emocionet duke i dhënë opinione, duke ndarë opinione me të, tani e bukur është që me generative AI, këto chatbote gjenerojnë edhe imazhe. Dhe thotë që unë po të nisi foton time, i thotë AI. Shiko si ishim ne të dy bashkë në vitin 1560, duke luftuar kundër nomadëve. Dhe aty e gjitha fillon dhe edhe ka përfshirje emocionale, sepse edhe gjatë atyre viteve që teknologjia ka pas impakt shumë madh në Shqipëri, edhe në gjithë botën, njerëzit janë edhe dashuror online. Domethënë me dikë ti je dashuror online, pa e takuar asnjëherë, vetëm duke folur me Po, ai ka qenë në frymort, ka qenë një qenie njerëzore. Ka qenë, po në shumicën e rasteve ne kemi parë që ka qenë edhe një mashtrues. Që ka
që në gjuhën teknike kjo quhet catfishing, sepse sillet dikush si një person që personi do ta dëgjoj, ose në shumicën e rasteve të mashtrimit, një grup njerëzish mashtrues si sillen, për shembull, nëse duan të relacionojnë me një femër, sillen si një mashkull që është doktor e të merat, ose janë asjeta me një mashkull që sillen si një femër e të merat, dhe këto biles Facebooku me bashkë me grupin e Interpolit mbylli në Kambodgja një qytet i mashtrimit që quheshe, që ishin 40.000 njerëz që punonin çdo ditë për të mashtruar njerëzit online. Të rikthehem te chatbotët, pas vrasjes të atij djalit në Amerikë, shteti amerikan i ka kërkuar OpenAI-t që të ketë një parental control brenda në OpenAI, sepse momentalisht nuk ka një parental control, siç është në Facebook, siç është në Instagram, siç është në TikTok, që prindërit monitorojnë aktivitetin e fëmijëve të tyre. Kohën e tyre të qëndrimit edhe jo, edhe aktivitetin, jo vetëm kohën, koha është një gjë, po edhe aktivitetin brenda në platformë, dhe shteti ka akses në të gjithë chatet e OpenAI-t. Dhe kjo është një gjë pozitive edhe negative në thonjë, sepse është një shkelje e privatësisë, edhe dyta është që mund të di në real time çfarë po ndodh, dhe OpenAI duhet të raportoj policin nëse fëmia fillon dhe krijon sjellje të caktuara për të lajmëruar. Tani Shqipëria nuk është futet në kjo gjë momentalisht, sepse versioni i parë pritet të dalë vetëm në SBA brenda vitit të ardhshëm. Por që ndoshta edhe Bashkimi Evropian duhet filloj të reagojë pak mbi këtë gjë, sepse ka qenë pak i qetë me OpenAI-n. Po jo pak rrezikshmëri ka paraqitur në vendin tonë edhe lojra të ndryshme dhe të rrezikshme, duke përmendur dhe me emër, si Robloxi apo lojra që luajnë adoleshentët dhe fëmijët, që nuk janë në nivelin e chat. Janë njerëzit brenda platformave duke qenë që ato janë platforma virtuale, është nëse sikur themi interneti është rrezikshëm. Një sfidë ato, një sfidë në grup që duhet ta realizojë adoleshenti apo fëmia. Por që edhe ne edhe prindërit duhet jenë të kujdesshëm të trajnojnë fëmijët e tyre si është një mashtrues online, si është një person që do të bëjë keq online, që me kalimin e kohës edhe një fëmijë të kuptojë se si duhet sillet e si s'duhet sillet në një platformë online. Eduard, çfarë po ndodh me prindrit dhe me fëmijët tanë në raport me teknologjinë? Po të shikojmë pak edhe më herët, sepse për shembull chatbotët ose ChatGPT-ja vitet e fundit për shembull është globalizuar, po themi, por edhe më herët për shembull ne kemi patur disa lojra që po të virtualitetit si Balena Blu që ne kemi trajtuar edhe në emision që pothuajse që kishte shkallën më të lartë të vetëdëmtimit ose të rrezikshmërisë, sidomos në grup mosha të adoleshencës ose minorenave. Sa të vinte në disa sfida, duhet të bësh këtë brenda kësaj minute ose kësaj ore. Por do bëjmë një diferencim, sepse nëse më lejon, unë dhe Tomi jemi një brez, jemi rritur për shembull duke luajtur me ato kompjuterat Nintendo, ku zjeroi domethënë ideja e lojës, kreativiteti, domethënë ishim shumë të lidhur para ato pak orë, por më pas shijonim edhe të jetën sociale, pra atë luajtjen me top ose prekjen fizike me njëri tjetrin dhe takimet fizike më tepër. Kurse sot është zëvendësuar kjo kohë. Domethënë bota digjitale dhe virtualiteti po themi është në masë. Ti po ta shikosh edhe në mënyrën e komunikimit, kur sot diskutojnë dy adoleshentë ose dy fëmijë me njëri tjetrin, flasin me shkurtime. Pra, çdo fjalë ka një shkurtim dhe nuk kjo ndikon dhe e para herë në fjalorin e fëmijës. Pra, pa u futur akoma ke pjesa psikike dhe emocionale. Ndikon në fjalorin e fëmijës, në moszhvillimin e fjalorit. Pra, humbet atë kontaktin me librin, humbet atë bisedën, atë afektin emocional që ti ke ndaj tjetrit, ndaj shokut, shoqes, mikut, familjarëve e tjerë. Për të ardhur pastaj në, domethënë, bota digjitale praktikisht domethënë ne gjithë jemi të prekshëm. Edhe duke qenë se për shembull ChatGPT-ja ose chatbotët domethënë në masë, ende nuk kanë arritur dot të vendosin disa standarde filtrimi ose standarde të cilët ti duhet plotësosh një listë me kërkesa të caktuara, domethënë për të vërtetuar moshën, për të arritur dhe kategorizuar dhe në një farë mënyrë për të ndarë pak edhe stadet moshore, sepse disa janë më të prekura, disa janë më të rrezikshme. Pse e them këtë? Sepse në bazë të moshës do shihet edhe mënyra se si do lidhet dhe çfarë pasojësh psikologjike mund të shkaktojë. Sepse kemi grup moshat sidomos tek fëmijët ose dhe pjesa e adoleshencës, ku zhvillimi në moshat e hershme është shumë i rëndësishëm. Edhe këtu po themi për shemb në sistemi limbik. Sistemi limbik është qendra e kontrollit emocional tek fëmijët që zhvillohet. Por nëse kjo qendër kontrolli gjatë gjithë kohës, domethënë ka një lidhje në botën virtuale, domethënë duke parë që bota e emocionale pasurohet ose lidhet më fort ose merr domethënë impulse shumë pozitive nga kjo botë virtualiteti, çfarë bën? Krijon një artificializim për sa i përket kontaktit me njerëzit e tjerë. Edhe shikon më pak të domosdoshme kontaktin me njerëz dhe shikon më tepër të kalojë kohën me virtualitetin. Krijon izolim. Izolimi më pas çon në vetmi personale.
E dyta krijon një element tjetër, do të thënë që është asocializimi me pjesën tjetër. Nëse ka një boshllëk të brendshëm, tenton ta mbushë me virtualitet, nuk arrin domethënë ta shëroj këtë plagë emocionale që mund të ketë ose domethënë ndjenja të ngrira të veten, domethënë duke shkuar tek mësuesi, duke kërkuar ndihmë tek psikologu, duke komunikuar me prindit më hapur, duke diskutuar me rrethin e vet, pra në një mënyrë që të zhvillimit të folurën e kanë si të ngurtësuar, brezi për shkak se janë vetëm duke çatuar, duke shkruar dhe këtë të shkruar e bëjnë dhe me shkurtime siç ju e thatë. Sepse artificializimi. Çështja e shkurtimeve ka qenë gjithmonë. Ka qenë edhe tek ne, po këto kanë ca kode që siç e kemi treguar dhe më përpara, kodet janë më të rrezikshme. Pra, artificializimi nuk lejon empatin të zhvillohet në mënyrë të shëndetshme. Domethënë vendos një barierë midis domethënë personit dhe afeksionit që duhet ketë për një person tjetër. Pra, lidhja emocionale fillon gradualisht zbehet, sepse rritet ajo virtuale dhe kërkesa për virtualitetin është gjithmonë më e madhe. Sepse nëse do diskutoj një çështje të vetën personale, një mendim të vetën apo një dëshirë të vetën me prindërin, mund të hasi pak në këto kufizimet, kurse me botën virtuale arrin ta marrin me njëherë në mënyrë shumë esenciale dhe shumë suportuese, pavarësisht nivelit të riskut që mund të ketë apo nivelit, domethënë, po them të pasojës që mund të mbarti më pas. Gjithsesi, ne patjetër që jemi për efektet negative dhe për të mirat që na sjell dhe teknologjia, se duhet i ndajmë edhe pjesën e benefiteve apo jo. Cilat mund të jenë benefitet që na sjell teknologjia tek fëmijët? I ka bërë ata më të zgjuar, më të shkath përveç dëmeve që janë të panumërta që po t'i rredisim. Qofse unë shoh edhe me kalimin e kohës, impakti që ka teknologjia, për shembull, qofse një fëmijë me një IQ të caktuar që ishte në brezin ton ose një brez pas nesh ose brezi që po vjen, arrinte të mësonte një diçka në moshën 16 vjeçare, 18 vjeçare, tani kjo gjë bëhet shumë shpejt, ose të mësuarit kodimit që në mosha të hershme, ose të mësuarit të këtyre new skills, mosha të hershme, gaming është një risi, dhe më thënë, sepse ndonjëherë po edhe gjua, sepse shumë fëmijë gjuhën e kanë mësuar pikërisht për shkak të teknologjisë anglishtën për shkak. Si puna jo, si brezi që mësoi italishten duke ditur para televizorit. Për kurse anglishtën për shkak. Brezi tani ka mësuar sistemin nga YouTube. Shumica e shqiptarëve ka mësuar nga televizori. E njëjta gjë është. Ne rinim që mëngjes te Italia Uno, këta rinë që mëngjes në YouTube. Kështu që është e njëjta gjë, por që edhe gaming që ndoshta shihet si një gjë negative, unë nuk e shoh aq negative sepse i jep trurit impulse për të gjetur zgjidhje të shpejta në një kohë të shpejtë, për të marrë vendime të shpejta, dhe një studim që ishte bërë në një universitet britanik, edhe thoshte që një punonjës që loste gaming, e një punonjës që nuk loste gaming, kishe më pak aftësi zgjidhse, solving aftësi zgjidhse, se sa një njeri që nuk loste gaming. Kështu që po ndoshta diferenca duhet jetë te koha e qëndrimit, se ndoshta koha e gjatë e qëndrimit. Po koha e qëndrimit është ajo që i diferencon, por që për shembull tani lojrat e gaming, 3 nga lojrat më të lozura në planet, pritet që të shkojnë në lojrat olimpike në 2028. Kështu që sepse ka rënë dhe shikueshmëria, dhe janë një numër shumë i madh përdoruesish në botë. Flasim për 1 miliard përdorues, Roblox. Je dakord Eduard për të mirat që mund të sjellin gaming apo lojrat të tjera në internet, në teknologji, përdorur nga të rinjt? Po them temat, po them më të nxehta ose më të zjarrta të diskutimit këtë teknologjia sot janë pesha midis avantazheve dhe disavantazheve. Por unë mendoj që në mënyrën se si përdoresh, se si zgjat ta përdorësh, mund të marrësh dhe avantazhet dhe disavantazhet. Për shembull tek gjuhja huaj, prap mbesëm ke kjo që brezi jonë ka marrë atë gjuhën e huaj nëpërmjet programeve, pra direkt. Pra, por ato programet kanë qenë të pabanalizuara, kurse sot një fëmijë, një adoleshent, detyrimisht gjërat, po themi fjalët e para që mëson, nga rrjetet sociale janë banale. Pra dhe në një farë mënyrë zhvillohet, më thonë, kjo gjuhë më përpara, nuk e di, para 2 ditësh isha në një emision tjetër paralel dhe po diskutonin pak për gjuhën e urrëties që bëhet në rrjetet sociale. Pra, që është në masë. Por një fëmijë ose urrëties dhe gjuha abuzuese. Është në masë sepse edhe vetë rrjetet sociale e promovojnë këtë gjë. Po. Mirë, ajo patjetër që për të rritur engagementin, për të rritur views. Prandaj po themi që çfarë standardizimi ka, mënyra se si filtrohet, pra kush janë elementet e sigurisë, pra që duhet ta parandalojnë atë minorin ose adoleshentin, sepse pak më parë ne folëm për sistemin limbik, tani është korteksi prefrontal që është mënyra e të menduarit të individit, pra që është qendra, domethënë e inteligjencës, qendra domethënë e vendimarrjeve, mendimit. Pra është shumë e rëndësishme se si arrin të formsohet,
më thënë persone në këtë rast, sepse adoleshenca bëhet fjalë për një moshë që ka një tranzicion shumë fort emocional, dhe ai tenton të marrë adrenalin, por nëse këtë adrenalin ai e merr nëpërmjet këtyre sjelljeve atipike, e merr nëpërmjet rrezikshmërisë, ne pam një farë kohe, nuk e di para pas muesh, që hipnin si për makinës, pa shofer makina, duke ecur në për rrugë, që ishin praktikisht, dhe me thënë, situata që mund të përcjelljin rrezikshmëri shumë të lartë, por ai e merrte në efektin e adrenalinës, sepse stimulohen pikërisht nga këto situata. Dhe është ndërgjegjësimi dhe fëmijët nuk janë aq fëmijë sa që kemi qenë ne në këtë moment. Edhe unë nuk e besoj që influencohen në aq lart sa kur shohin dikë që jep makinës dhe ka dalë nga makina dhe hyn sipër një makine. Mosha më të vogla dhe mundet, se imitojnë personazhe të ndryshëm që shohin. Ajo është edhe sjellje që vjen nga familja, janë shumë variabla, besoj. Psikologu e shpjegon më mirë këtë gjë, por që nuk e besoj që është nga një video merr iniciativën, se edhe ne kemi parë të video. Lojrat që janë si challenge për shembull, të tilla janë. Si shembuj të tillë janë. Ishe në festata, ti morë në armë të godisje? Jo. Unë jo, po shumë të tjerë në moshën time kanë marrë. Po, çfarë shtiu ta merr atë armën? Po e shtiu gjithë rrethi, gjithë mendësia, shoqëria, situatat që ushtrollën, familja ishte e gjithashtu. papërgatitur. Po. Ose familja nuk ja imponon një kulturë caktuar. Absolutisht, po familja është baza. Dhe ne nuk mund të themi që shiko këta morën armët sepse pan dikë që morën armë. Jo, ti nuk morë armë, unë morë armë. Nëse familjarët qëndrojnë dhe shohin telefonin vet në sy të fëmijës, pa i dhënë një shembull tjetër që mund të ketë një libër apo mund të argëtohet, kalojnë kohë cilësore, patjetër që këtë model do t'ia koncepti i librit fizik, duhet bjerë pak, domethënë libri nuk mësohet vetëm duke prekur një libër. Absolutisht, po thjesht duke vënë në dieni. Unë për shembull goca ime është në një shkollë që nuk ka libra fare. I vetmi libër është libri avetares. As libër tjetër. Çdo gjë tjetër që bëhet është ka 6 aplikacione që ka shkolla dhe që i përdorin për të mësuar teknologjinë në këtë formë. Kështu që nuk është e çështja të shohim duke prekur një libër, nuk duhet ta argëzojmë çik të mitin vetëm duke prekur një libër ti mëson. Jo, ti mëson edhe duke lozur. Sidomos dia kur vjen nëpërmjet lojës është akoma më absolutisht, po flasim për kur këto mjete përdoren në të mirë të fëmijës dhe kur mjetet përdoren në dëm të fëmijës. Po jo, duhet ta argëzojmë pak të mitin se shumë prindër thonë, a una si blej çunit PC dhe japin celular. Është më mirë të blesh fëmijës një PC, që ai e di që do ri 2 orë te ky PC-ja dhe do dalë jashtë pastaj, sesa të japësh një telefon që edhe kur del jashtë e ka prapë me vete. Absolutisht, është ndryshe një PC dhe ndryshe një telefon ku edhe madhësia bën diferencë edhe në shëndetin e syve apo në shëndetin mendor. Tani, po, vazhdoj fjalimin. Është shumë e rëndësishme modeli të mësuarit, sepse domethënë pjesa e imitimit është, po them jashtëzakonisht, domethënë një model i cili sidomos nga fëmijët, minorenët dhe adoleshentët janë më të lehtë për të rënë prej këtyre imitimeve të caktuara. Pra nuk është thjesht që doli njëri atë sipër makinës, po ajo vazhdoi të përdori për disa javë derisa, pra nëse një çështje merret nga TikToku dhe arrin të publikohet në gjithë televizionet dhe ngrihet diskutim dhe Tomi shkon disa emisione, ne të tjerë në disa emisione, pra kur ndërtohet një panel për ta parë si sjellje, çfarë risku sjell, domethënë tregon që është një alarm shumë i madh. Po jo vetëm këto janë më të dukshme, po ne i shikojmë edhe në shkolla, pra në nivele, domethënë fëmijësh ose pra ne shikojmë për shemb sjellje që brezi jon nuk i ka patur asnjëherë, sepse kemi qenë më të socializuar. Pra nëse kishim një mendim ndanim me njëri tjetrin, pra ky mendim për shemb diskutoi në grup, ishte më i hapur, më i diskutueshëm, më i përmbajtshëm, domethënë shumë herë më i filtruar, domethënë me ato fjalët që ndoshta nuk kishim një fjalë të zgjeruar, po ishin më të prekshëm. Nuk jenë të socializuar, por thjesht informacionin që marrin. Shiko, po do them diçka, është një sociolog anglez, Paul Poliera, dhe ka bërë një studim domethënë shumë interesant. Fëmia, kohën që kalon sot në një ambient social apo në një ambient aktiv, është shumë herë më vogël se një i burgosur në ambient ajrimi. Pra pse? Sepse nga ora 8:02 është në shkollë, del nga shkolla, ka domethënë një orë kohë të lirë, shkon në after school, më pas vjen koha që marrin prindrit, pra pothuajse gjatë gjithë kohës është në ambiente mësime ose ambiente të mbyllura. Pra pjesa e aktivitetit pothuajse është në rënje. Është edhe kjo mania e prindërve për t'i dhënë për të harruar me qëllim të haruar që ata janë thjesht fëmijë dhe duhet të tojnë edhe fëmijërinë e tyre. Pa diskutim. Po duke dhënë kohën për kurse me qëllimin për t'i larguar pa nga telefoni, thjesht bëjmë një izolim të dytë.
Prandaj po themi sepse ka gjithmonë një lloj, domethënë, ndarje të kohës. Pra, secili nga ne ka të kohën të kronometruar, por nëse vendoset në mënyrë të qartë dhe të saktë, ne do marrim benefitet e kohës, sepse ne sot jemi më të rritur dhe normalisht IQ-ja jonë është më e lartë se një fëmijë dhe një adoleshenti dhe ne arrim ta zgjidhim ta vendosim kohën dhe ta investojmë kohën tonë në mënyrën më të mirë që ne mendojmë që është më përshtatshme për ne. Por ai fëmia që është i vogël, edhe ai tundohet her pas here, se nëse shikon 2-3 shok duke luajtur me telefon detyrimisht ai do kërkojë një të tillë. Nëse shikon 2-3 shok të cilët po bëjnë një shfaqje apo një sken dashur, e duhur apo e paduhur, edhe ai do tentojë ta imitojë, sepse ai është mjedisi dhe shpesh herë në këto mjedise krijon ca rregulla strikte, pra që mënyra vetme për të integruar brenda një grupi është përshtatesh me sjelljen e tyre dhe nuk arrin dot nganjëherë të dalësh apo diferencohesh në kohën e duhur. Tomi, prindrit praktikisht për t'i mbrojtur fëmijët nga përmbajtjet e caktuara në internet, çfarë shohin, shortsa dhe çfarë duhet të bëjnë? Në telefonin e tyre. Ne kemi parë raste në Shqipëri, që mund ta prek edhe çik psikologu, që vetë prindrit kanë rënë prej cyberbullyzmit. Domethënë jemi në këtë pikë që kur prindrit nuk kontrollojnë dot veten e tyre për të rënë prej cyberbullyzmit, imagjino këta prindër çfarë do t'i komunikojnë fëmijëve të tyre, po thjesht asgjë. Sepse ai se di si sillet vet dhe kemi parë raste që kanë shkuar edhe në vetvrasje nga cyberbullyzmi, njerëz morë taktuar. Dhe tani ne presim që prindrit kontrollojnë fëmijët që janë shumë herë më të avancuar dhe avangard në kontekstin teknologjik se sa prindrit e tyre. Por që mund të them që edhe prindrit nuk duhet t'ia lënë shoqërisë fëmijët e tyre. Domethënë edhe duhet të nuk thonë që ne s'marrim vesh nga kjo gjë. Duhet ta mësojmë. Nuk kemi ç'a bëjmë. Nuk është një rocket science ose shkencë kozmike, është një gjë e thjeshtë që është mirë të bën ty për veten tënde, sepse menaxhon mashtrimet online, menaxhon ne po shohim që ka çdo ditë mashtrime online. Absolutisht. Dhe kush bie për këto nuk bie fëmijët, bie prindërit këtyre fëmijëve. Të parit. Dhe në momentin që prindërit nuk dinë si të sillen, si do kontrollojnë ta fëmijët? Praktikisht, duke komunikuar, duke kërkuar ndihmën e një eksperti, çfarë duhet të bëjnë prindërit? Sepse ai prind është në punë, është lënë me gjyshe, fëmia bie prej lloj-lloj informacioneve në internet. Si ta zgjidhim me telefonin? Për aq kohë sa do qëndrojë? E para njerë, nëse ai do të rrinë në telefon, jepi mundësinë që të bëj lëra interaktive. Sot nëpër si në App Store. Domethënë nëse ai ka qeftëri aty, ti lëra aty, po jepi disa mjete që ai edhe të lozi, edhe të harxhoj kohën, por edhe të mësoj gjëra. Sot ka qindra aplikacione për fëmijë që mund të instalojnë prindrit, janë edhe falas, sidomos edhe për iOS, edhe për Android, që mund të instalojnë prindrit dhe mund të thonë, do të celularin, ja kur celulari, s'ke as TikTok, as YouTube, as i gjë tjetër tek këto aplikacione. Po janë lojra të cilat janë më edukuese. Do të rish, merre celularin, risa të dush. Pra të heqin nga telefoni, sepse i duan për vete pastaj YouTube-in edhe rrjetet sociale. Pra të heqin këto nga telefoni dhe të kenë një pajisje që mos jetë telefoni, po të jetë një tablet, që tjetë vetëm për fëmijët. Jo, po më pas e marrin këta, se pastaj ai mund ngarkoj foto aty personale, prindërit e kamerat që ndonjëherë ato gjëra nuk është mirë, por ai tjetë vetëm i fëmijës dhe mos ketë aplikacione, tjetë YouTube Kids, ketë aplikacione ku ai mëson nëpërmjet lojës, që janë po falas, Lingo Kids është një nga ato aplikacione që unë po ja përmend emrin. Dhe do të rish po risa dush, urdhë, ky është tableti jot, s'ke as YouTube, s'ke as TikTok, është YouTube-i, po është Kids. Pra një mënyrë më e shëndetshme të referuar në këtë formë. Vazhdo, jepi. Ai s'dori dot, sepse një gjë që është bën learning, ti vret mendjen e temerat, ose do bëhet djalë ose vajzë zgjuar dhe do fillojë të lozë. Dhe në këtë mënyrë ne përdojmë teknologjinë në drejtimin e dur dhe jo në drejtimin e gabuar. Për këtë e kisha. Dhe të fundit, meqense jemi në momentet e fundit, si ta kuptoj një prind fëmijën e vet, kur ai është sulmuar nga këto informacione dhe ka filluar këto simptomat e para të vetizolimit, apo që është një këmban alarmi për familjen. Marrëdhënia e shëndetshme vazhdon para se të shkohet ky momenti. Pra, është një marrëdhënie e shëndetshme nëpërmjet komunikimit efektiv me fëmijën. Edhe për te virtualitetin duhet të them dhe këto që e kam pohuar dhe gjatë gjithë kohës, domethënë e them edhe pohoj me një forcë madhe. Është shumë e rëndësishme që fëmia të mësohet e para në kontaktet me njerëz, kush është prekja e mirë dhe prekja jo e mirë. Pra kush është takimi i shëndetshëm dhe jo i shëndetshëm. Duhet të mësohet që trupi i tij është territor fizik i pacënueshëm e paprekshëm që vetëm prindin ka të drejtën
Pra përveç dorës që është domethënë kultura jonë sociale për ta dhënë drejtim të një person tjetër, çdo pjesë tjetër e trupit duhet të jetë e pacënuar dhe paprekshme, përveç brenda domethënë 4 mureve të shtëpisë janë familja. E dyta është marrëdhënia e shëndetshme jep mundësinë që fëmia në momentet caktuara që ti i vendos një telefon, pra ky telefon duhet të ketë një qendër kontrolli që duhet të jetë familja. Pra sepse nëpërmjet këtij telefoni ti mund të bësh foto, mund të bësh video, mund të çizosh zë, pra domethënë mesazhe zanore e tjerë. Duhet të ketë një kontroll i cili mund vi edhe nga një sy monitorues i prindit, por edhe nga komunikimi i shëndetshëm sepse fëmia pak a shumë bisedat e veta i diskuton me prindit. Ajo fotoja nuk duhet dërguar në persona të tjerë pa patur domethënë dhe prindi një lloj informimi, sepse shpesh herë, siç e thatë Tomi, bie pjesa e cyberbullying, sepse kjo fotoja mund të merret dhe të keq përdoret, siç pam një rast së fundmi, që kishte marrë një foto në internet duke ja çuar një minorene e tjetër, duke menduar që ishte një person etj se s'po futem në ato gjëra. Një element tjetër që është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme, koha të ndahet midis lojrave virtuale dhe lojrave fizike. Pra, prindi duhet të ketë një kalendar të qartë për fëmijën e tyre gjatë javës, sepse kur ti i thua fëmijës ditën e ditë që ti ke pak ose ditën e premte, që është dita e fundit të shkollës, ne do kemi për shembull do ikim të luajmë tenis, apo do ikim në kinema, apo do ikim në një teatr. Fëmia ka një agjendë javore që e pret diçka, edhe kjo të stimulohet gjithmonë si një përforcim pozitiv. Pra sepse fëmia dhe sidomos dhe adoleshenca nëpërmjet përforcimeve ka një rol jashtëzakonisht shumë të rëndësishëm në mënyrën se si trurit i rimerr mesazhet dhe sidomos mesazhet pozitive, sepse qendrat e tyre të trurit gjatë gjithë kohës shpërblehen me dopaminë dhe nëse kjo dopaminë çlirohet pikërisht vetëm nga virtualiteti, ai thotë unë kënaqësinë e marr vetëm duke luajtur PlayStation, duke mbyll sepse kënaqësia e tepruar, domethënë që kalon përtej limitit të menaxhueshëm, gjithmonë mund na çojë ka tendencën na çojë në një varësi të caktuar. Prandaj që duhet të rritet shumë më tepër komunikimi i shëndetshëm, sepse ne hasim, pra ne kemi diskutuar shumë shpesh në panele që brenda një shtëpie prindi dhe fëmia kanë dhomat atyre ndahen nga një mur, por sikur janë një kontinent larg aty. Fëmia, një adoleshent, po themi është një lloj turisti, futet në shtëpi, hy, del, hap buk. Pra pa ditur fare as ku është, as çfarë po bën, as me kë po ri, as çfarë domethënë aktiviteti ka në frenetizëm të prindërve duhet të ndalojmë, që të kemi një kohë cilësore të flasim përballë me fëmijën. Po sepse kjo është thënë dhe stërthënë dhe duhet të praktikohet, jetë prezente në familje. Çfarëdo domethënë që zhvillimi teknologjik do kemi virtualiteti apo sado të lehta të jenë gjëra, domethënë marrëdhënia e shëndetshme midis prindit dhe fëmijët është totalisht domethënë e pandryshueshme dhe nuk mund të ndryshohet domethënë kurrë, nuk ka asnjë element tjetër sepse është një lidhje shumë e fortë domethënë në nivel emocional, në nivel biologjik dhe ai takimi fizik është e pamundur, sepse që në momentin që fëmia lind, kontakti që krijon prindi, attachment që ka me fëmijën, domethënë gjatë gjithë kohës është një, domethënë atmosferë kimikatësh brenda fëmijës, është një koktejl kimikatësh brenda fëmijës që ai rritet me këtë lloj dashurie, sepse duket sikur fëmia nuk i kupton dhe nuk i merr këto mesazhe, që prekja e lëkurës është mesazh. Prandaj që është shumë e rëndësishme të rritet ndërveprimi fizik, jo se ne duhet patjetër domethënë ta heqim apo ta distancojmë këtë virtualitetin, po të jetë masë në dur që të vinë në formën plotësuese dhe jo formën gllaberuese të kohës së fëmijëve. Kemi më inteligjencë në përdorimin e teknologjisë, sepse është aq zhvillim i vrullshëm sa po na merr të gjithë me ato frenetizmin që e ka futur si një lëndë mësimore në mënyrën se si duhet mësuar për të përdorur në mënyrë efektive. Po, dhe të zgjidhin detyrat e shtëpisë. Faleminderit shumë Tomi dhe Eduard, faleminderit për bisedën. Do të shkëputemi për pak publicitet, ju pres përsëri në rrezën tonë.